Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahut. Paqja e Allahut qoftë mbi të dërguarin e tij dhe mbi të gjithë ata që kanë pasuar dhe e pasojnë rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor thot: "Laqad halaknal insane fi ahsani taqwim." Në të vërtetë, ne e krijuam njeriun në trajtën e tij më të përkryer. Nga kjo ajet kuranor na bëhet me dije se Allahu xhaleshanuhu e krijoi njeriun dhe i dhuroi atij cilësi dhe atribute që nuk ja dhuroi asnjë krijesë tjetër dhe e bëri më këmbës së tij në tokë. Pra, i besoi krijesës njeri. Andaj, tema që kam zgjedhur sot të flas për ju është vlera e gruas në Islam. Para shpalljes së Muhamedit alayhis salam, gruaja trajtoheshte si mjet plotësimi i epsheve të mashkullit. Ajo ishte privuar nga të gjitha të drejtat. Nga ana materiale quhej si një bar, e nga ajo shpirtërore e quanin një turp. Andaj, si pasojë kësaj, ata arritën që gruan, femrën, ta varrosnin të gjallë. Mirë po, me përhapjen e Islamit, femra filloi që të vlerësohet. Islami kushton një rëndësi të madhe femrës në shoqëri, e cila ia siguron asaj nderin, krenarinë dhe pozitën e lartë në shoqëri. Andaj, Muhamedi alayhis salam në një hadith thot: "Më i miri është ai i cili më së miri sillet ndaj grave." Nga ky hadith ne kuptojmë se gruaja është krijesa ku burri gjen qetësinë dhe prehjen e tij, ku përmes kësaj reflektohet edhe urtësia e të Madhit Zot. Andaj, gruaja meriton një respekt të veçantë. Femrën e shohim si krijesën më të çmuar, por në të njëjtën kohë dhe krijesën më të përvojtur, sepse është pikërisht gruaja, nëna, ajo që përballë çdo vështirësive, prap vazhdon dhe kujdeset për fëmijët, burrin dhe shtëpinë e saj. Ajo lind, rrit dhe edukon një popull të tërë. Rëndësinë e saj e shohim në çdo aspekt të jetës tonë, dhe janë pikërisht këshillat e saj që japin domethënie jetës tonë. Andaj, pejgamberi alayhis salam për ta përmbushur këtë ka thënë: "Xheneti është në këmbët e nënës." Allahu xhaleshanuhu e ngriti shumë gjininë femrore nëpërmjet Merjemes, nënës së Isait alayhis salam, ku dhe një kaptinë e tërë mban emrin e saj, pra Merjem, ndërsa një kaptinë tjetër mban emrin kaptina e grave, me që rast ngritet akoma dhe më shumë pozita e gruas. Gruaja ishte ajo e cila e pranoi Islamin për herë të parë. Ishte pikërisht bashkëshortja e Muhamedit alayhis salam që e pranoi Islamin prej tij. Në të njëjtën kohë, gruaja ishte dëshmorja e parë e Islamit, Sumeja, nëna e Amarit, ku ishte ndër të parat që e pranoi Islamin në Mekë, dhe si pasojë kësaj, ajo ju nështrua torturave të shumta që i bëheshin nga politeistët, derisa ajo kishte dhënë dhe shpirt. Muhamedi alayhis salam ka dhënë shumë shembuj të dashurisë, respektit dhe dëmshurisë. Andaj, në një hadith ai urdhëron kështu: "Më i miri ndër ju është ai i cili është më i miri në moral, e më i miri në moral është ai i cili sillet shkëlqyeshëm me bashkëshorten e tij." Këto hadithe janë fakte të qarta se ashtu si kur Islami qëmbron të drejtat e grave, nuk e ka bërë askush në historinë botërore. Do doja t'ju tregoja një rast ku ndërlidhet pikërisht me temën që kam përzgjedhur sot të flas përpara jush. Në kohën e Muhamedit alayhis salam, bashkëshortja e tij, Aisha radiallahu anha, e kishte humbur xherdanin e saj në kohë lufte, ndërsa Muhamedi alayhis salam, për ta treguar për kushtimin e tij që e kishte ndaj bashkëshortes së tij, ai e ndaloi luftën për ta gjetur xherdanin e saj. Vallë, a nuk është diçka mjaft e bukur? Muhamedi alayhis salam e nderoi gruan e tij duke bërë atë mbretëresh të shtëpisë dhe e quajti pasurinë më të madhe të kësaj bote. Andaj, në një thënie profetike thuhet kështu: "Kjo botë është një thesar dhe pasuria më e madhe e saj është gruaja." Pra, të respektosh gruan është prej sunetit të pejgamberit alayhis salam. Lutim Allahun e madhëruar që të na bëjë shumë të dobishëm në jetën e kësaj bote. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.